rubrika jon e përditshme java në qytetit, shkojmë në Sarandë, ku është Thomanika këtë mëngjes. Po, me çdo të premte jemi në Sarandë me kolegun dhe korrespondentin në Thomanika për të mësuar se cilat janë disa prej zhvillimeve kryesore dhe si ka nisur dita mëngjesi aty. Mirëmëngjesi dhe përshëndetje Thoma. Si ka nisur dita për ju në Sarandë? Mirëmëngjes Thoma. Mirëmëngjesi. Si ka nisur mëngjesi për ju në Sarandë dhe më tej duke u ndalur tek raportime? Po me gjithë ulljet e lehta të temperaturave, kjo javë e parë e marsit ka qenë bindse për hyrjen në stinën e pranverës. Moti ka qenë përgjithsisht i ngrohtë, dita është zgjatur dhe orët diellore janë shtuar. Është lehtësisht e dallueshme se hyrja në instinkt të re dhe gjallërimi i natyrës është pritur me shtimin e lëvizjes dhe me gjallërimin e jetës. Sigurisht së pari në shërbim të shëndetit dhe në funksion të përpjekjeve dhe kujdesit që bëhet për të ulur virulencën e COVID-19, por edhe duke shpresuar dhe besuar se ngrohja e motit është një aleat më shumë në përpjekjet që Saranda po bën për të ulur shkallën e prekshmërisë nga virusi dhe të rritë shkallën e sigurisë shëndetësore në pragun e sezonit të ri turistik që i përgatit vetes. Në fakt, kjo javë ka qenë shpresdhënëse se kjo nuk është e pamundur të ndodhë, sigurisht duke bërë më shumë kujdes për vetëmbrojtje nga infektimi dhe duke respektuar me rigorozitet masat për shkëputjen e zinxhirit të infektimit. Kështu shpjegohen numrat më të ulët të infektuarve që ka shënuar kjo javë e re në panoramën e luftës që bëhet me COVID-19. Në emër të ruajtjes së këtyre treguesve më të ulët të infektimit, me gjas nuk do të ketë organizime të mëdha, edhe me rastin e dy festave të rëndësishme që mbyllin në këtë javë, siç është 7 marsi, dita e mësuesit, të dielën apo 8 marsi, dita e gruas që vjen në nisje të javës së re. Ka qenë një javë edhe me surpriza meteorologjike kjo, në fqinjësimin e në shtetin grek është regjistruar mesditën e të mërkurës, një tërmet me fuqi të madhe i shkallës 5.9 Richter. Epicendra e tij është konfirmuar se ka qenë qyteti i Larisës dhe rajoni i Tesalis, ku është njoftuar vetëm për dëme materiale. Ndonse me intensitet shumë më të ulët, lëkundjet e mëpasjeve të tokës janë ndier edhe në jugun shqiptar, fatmirësisht pa asnjë pasojë të raportuar. Vetëm e dëme materiale janë shënuar në Greqi, ndërkohë që mbrëm në orën 19:38 janë përsëritur lëkundjet e tokës me epicendër gjithashtu në Larisa, por që i kanë ndjerë edhe Saranda dhe me sa është raportuar edhe juglindja e vendit, Korça dhe Pogradeci. Kjo javë ka qenë edhe fillimi i një regjimi të ri më shtrëngues për hyrjen nga Shqipëria për Greqi, e diktuar kjo nga situata e rënduar e krijuar nga pandemia në shtetin fqinj. Përveç se burime nga agjencitë e transportit ndërkombëtar që operojnë në Sarandë njoftojnë për mbyllje të prenotimit deri në muajin prill për të udhëtuar në Greqi, nga pala greke është komunikuar për një shtrëngim të rritë masave për hyrje në shtetin grek. Kuota ditore e lejuar për të hyrë nëpërmjet pikalimit të KK-s nga 1 deri në 15 mars ka zbritur nga 750 persona në 400 persona, edhe fasha orare e lejuar për kaluar gjithashtu shkufizuar më tej, vetëm me 12 orë në ditë deri në orën 19 në vend të orës 23 që ishte deri para 1 marsit. Duhet të thënë se këto masa shtrënguese në komunikimin me vendin tonë vinë si reflektimi shtyrjes lockdownit tash, për që qeveria greke ka vendosur në mjaft rajone të saj si në Atik, por pa përjashtuar kryeqytetin e vendit Athinën dhe zonën e Pireut. Lajme të mira vijnë nga investimi shumë i rëndësishëm i rrugës Kardinj-Delvin. Kjo javë ka shënuar shtrimin e punës në frontin më të vështirë të këtij investimi, që është hapja e tunelit të Skërficës. Ka rëndësi të them se puna për hapjen e këtij tuneli ka nisur në të dy krahat, si në Skërficë, edhe në krahun tjetër nga ana e Kardikit. E kjo jep shpresë se po afrohemi me ditën ku kjo arterie e infrastrukturës do të vihet në shërbim të zhvillimit me shkurtimin e largësive dhe me mundësi për flukse të reja turistike, jo vetëm për destinacione si Saranda apo Ksamili, por edhe për zona të tëra me zhvillim të munguar deri tani. Nga fusha e futbollit gjithashtu ka lajm. Ekipi i futbollit Butrinti ka vijuar edhe këtë javë serinë e fitoreve shumë të rëndësishme për ardhmërinë e vet, e pas fitores së thellë 4 mezore që arriti javën e kaluar duke patur përballë Shkrapari në fushën e vet, me fitore është ndarë edhe në takimin e kësaj jave në transfert me Kuçovën duke patur përballë Kuçovën, domethënë naftëtarin e Kuçovës. Me arritjen e fundit me rezultatin 1-2, Butrinti ka kaluar kështu në vendin e parë me 28 pikë, ndjekur nga Labëria dhe Maliqi me nga 26 pikë. Nga specialistët por edhe nga sportashtit, kjo vlerësohet si një afrim drejt prekjes së objektivit të bërë publik, që për Butrintin është ambicia për ngjitjen në kategorinë e parë. Ndërkohë, kjo fundjavë që jemi ka një tjetër sfidë për Butrintin përballë rivalit të saj, që është direkt ekipi Labëria.
Po. Kjo ishte Kjo Saranda. që kisha përzgjedhur për të raportuar për ju sot. Kjo ishte Saranda gjatë javës. Faleminderit, ju përshëndesim. Faleminderit Tomat, përshëndesim. Përshëndesim. Edhe unë ju përshëndes dhe ju falenderoj. Gjithë Ditë të mbarë dhe për ju. Shëndet urojmë për gjithë miqtë që ndjekin nga qyteti i Sarandës. Mirë, pas pak do të ndalemi të flasim pak për